Të nderuar koleg, ka marrë sot jo me raporte dhe as me statistika, por me 2 shishe me ujë. Ky është uji I Drinit, siç e mban mend gjyshi jem, I gjallë, I ftoft edhe I pastër, siç ka kënd dikur. Ndërsa ky është uji I Drinit sot, siç e shohin mira mysafir dhe vizitorë që vinë prej tan anëve të botës për me pa Shqipëninë edhe bukuritë e vendit tonë. Në fakt, është uji që unë me shumë turp e shpjegoj kur më pyesin se çka ka ndodhur me lumin të ujit në këtë vend. Unë jam deputete e Shkodrës dhe janë mbi 30 pronar bujtinash që janë në pikë të hallit kur turistët I pyesin për gjendjen e ndotur të lumit. Dhe kur turistët ju vinë dhe I pyesin se pse s'po bani diçka ose ç'a mundeni për me bë. Gjithnjë më shumë po lexoj edhe diçka tjetër, turistë që kthehen më herët dhe turistë që nuk rikthehen më. Turistë që shkruajnë e bukur, por plastika na I ka penalizu dhe na I ka marru më herët këto pushime që ne me zi kena prit. Kjo nuk është një ankesë estetike, po kjo është një dam I madh ekonomik. Drini I bardhë buron prej tokave shqiptare të Kosovës, ku kalon nëpër 8 komuna, të Pejës, Gjakovës, Prizrenit edhe shumë tjera. E mrin tek na me një bardhë të madhe të një sistemi kanalizimi që nuk është ndërtu akoma. Sipas matjeve zyrtare, cilësia e ujit Drinit ka ra nga e mesme në vitin 2018 në të dobët në vitin 2023. Ekspertë të mjedisit e quajnë tashma segmentin Mazvau të Dejës si segmenti Drinit të vdekun. E 94% e banorëve të anketuar ankohen për humbjen e bimësisë dhe të peshkut identitar të këtij lumi siç është trofta. 30 ton plastik janë mbledhur nga 3 vullnetar rreth Kukësit, me paret e tyne, vullnetin e tyne dhe një anije të sjellur nga Gjermania me 40.000 euro. Ndërkohë, ala nuk kena plan. Tash du me thënë diçka me shumë kujdes dhe me shumë dashni. Kosova nuk është tani miku jon. Kosova është gjaku jon. E Drini I bardhë nuk ka kufi. Ai buron prej tokës shqiptare të Kosovës, e mrin deri tek na. Dhe nuk vjenin dotën realisht me keqdashe, por me pasojat e një infrastrukture të mungume, që ala nuk është ndërtu. Ky nuk është faj I vllaut ton, është pasojë e 2 shteteve shqiptare që ende nuk kanë mujt me zgjill bashk një problem të përbashkët. E unë sot po kërkoj pikërisht këta. Me zgjill bashk. E zgjidhja ekziston dhe ekspertët e kanë hartuar realisht. Spari, na duhet një marrëveshje ndërkufitare me Shqipënisë e Kosovës me buxhet përbashkët e veprim konkret. S'dyti, rjeta barriera në rrjedhën e Drinit bardhë dhe të zi për me ndalë mbetjet para se me kalu kufinin. Së treti, investim në impiante pastrimi të ujnave të zeza në komunat kosovare për gjatë Drinit, me bashkëfinancim prej Bashkimit Evropian, I cili ka tashma 50 milion euro të alokume për ujin në Shqipërinë e Veriut. E s'katërti, monitorim të vazhdueshëm, jo 4 herë në vjet, por çdo muaj dhe me raporte publike. Kjo shishe nuk e ka ngjyrën e Shqipënisë, nuk e ka as ngjyrën e Kosovës. Ka ngjyrën e dështimit të 2 shteteve për me mbrojtë atë që është më e rëndësishmja, natyren, ujin e të ardhmen tonë. Turistët vinë prej tanë botës për me pa Drinin, po sa prej tyre realisht kthehen. Unë po kërkoj sot prej këtij kuvendi dhe po drejtohem njëjtën kohë dhe kuvendit Kosovës që më nënshkruaj një marrëveshje ndërkufitare për shpëtimin e Drinit, jo nesër dhe as mas zgjedhjeve për sot, sepse lumi as nuk pret dhe as nuk ban politik. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Albana Vokshi, përgatitet zoti Tërmet Peçi. Neve s'do na kishin lënë. Faleminderit, zoti kryetar.
E para, këtu sot flitet 4 orë programuara për çështje të qytetarëve, për çështje të votuesve. Qëllimisht është vendosur që të gjithë deputetët të shkojnë në zona, të marrin problematikat dhe të vinë të hënën mbasdite dhe ti përcjellin, ndërkohë që duhet ishin ministrat tu që ti dëgjonin këto problematika. Ku janë ministrat? Apo gjëja e fundit që ju intereson atyre janë çështjet e votuesve. Kush i dëgjon gjitha problematikat që po ngren sot edhe deputetët e opozitës, por vinë ankohen edhe deputetët e majorancës. Por kur ankohen për ujë, thonë e sjell të ndotur Kosova. Kur u ankua zonja Jaho, që e përshëndes për fjalën, për spitalin e Skraparet, tha nuk ka pajisje, nuk ka mjek, jo po ambulanca, po koha është midis jetës dhe vdekjes, po po kujt i ankohet për këto, dhe pastaj falenderon dhe për vizionin. Po kë falenderon kur 13 vjeç është bërë asnjë investim në spital? Pra, do me thënë duhet heqim dorë nga kjo hipokrizia që të bëjmë sikur t'i ngrejmë çështjet dhe pastaj falenderon kryeministri për vizionin që e kalon atë spital ashtu, pa mjek, pa pajisje, po s'kaloj pastaj tek onkologjiku, apo qësotoja, apo gjithë spitalet, që nuk kanë pajisja, që përdorin barna të skaduara, që nuk kanë mjek. Pra i faj kujt është, kujt po vini e po ankohene? Këtyre ministrave që nuk dëgjojnë fare. Lërini lotot e krokodilit, shkoni punoni ati ku duhet punoni, dhe mos hajdeni tani na thoni spitali s'pas ka mjek edhe s'pas ka pajisja. E dyta, zoti kryetar, unë sot dua të ngre një çështje, në fakt është një situatë skandaloze. Ajo që ka ndodhur sot është një tjetër situatë skandaloze në raport të Parlamentit Shqiptar me ndërkombëtarët. Sot në Tiranë është një grup i cili është caktuar nga Komisioni i Monitorimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, janë 2 korraporter dhe një person i cili është pjesë e stafit të Komisionit për Monitorimin në Këshillin e Evropës dhe opozita qëllimshëm nuk është njoftuar dhe është penguar që të takojë korraporterët. Pse ndodh kjo? Kush e mban përgjegjësinë për këtë? Kam bërë 10 telefonata, kam bërë 10 mesazhe, kam çuar emailë dhe tani që neve flasim, antarët e opozitës në këtë delegacion nuk janë njoftuar. Zoti Dule, i cili është pjesë e delegacionit, nuk u njoftua për takimin që kishim në orën 4:30 me antarët e delegacionit. Kush mban përgjegjësi për këtë? Kush po e pengon opozitën? Pse po e pengoni opozitën në marrëdhënien me ndërkombëtarët? Pse keni frikë nga fjala e opozitës, ne vetëm fjalën kemi? Apo nëpërmjet këtyre sajesave, e kisha 5 minuta, pse po ma mbyllni? Apo do ma prisni edhe këtu fjallën? 4 minuta, zonja Vokshi. Pra iku fjalla ime, mbaroj 4 minutë. Okej. Atëherë ju, zoti kryetar, mbani përgjegjësi direkte për atë skandal që ka ndodhur sot me takimet në Këshillin e Evropës. Ju mbani përgjegjësi për porositë që keni dhënë apo për stafin që nuk e ka njoftuar opozitën për të qenë pjesë e delegacionit. Nuk e fshini dot dështimin në procesin e post-monitorimit në të gjitha detyrat që i kanë lënë qeverisë dhe për këtë do të mbani përgjegjësi. Nuk mbaron këtu dhe nuk mbaron sot. Shumë faleminderit, meqense mu drejtuat mua, zonja Vokshi mos